Mirëmëngjesi të gjithë ju që kërkoni energji pozitive. Sot do doja të ndaja me ju temën e ndryshimeve të papritura në jetën tonë. Shpesh herë në jetë na ndodh që ne përpiqemi me të gjitha forcat tona të ndërtojmë atë që ne kemi ëndërruar dhe të arrijmë pikësynimet tona. Dhe të gjithë ju dhe unë bashk, të cilët këmbgulim për t'ja arritur qëllimit, ja arrijmë. Krijojmë atë parajsën tonë të vogël dhe jemi të kënaqur që nuk na shkuan përpjekjet kot. Jemi të lumtur që vërtet jemi njerëz të arrirë. Por ndonjëherë ndodh që papritur jeta ndryshon. Ndodhin situata të ndryshme të cilat na bëjnë të shikojmë atë parajsë të vogël që ne kemi ndërtuar të na shëmbet përpara syve. Çfarë do bëjmë në këtë rast? Do lejojmë negativitetin të na vërë përpara? Do lejojmë të shkatërrohemi si njerëz? Ja. Le të qëndrojmë të fortë para këtyre ndryshimeve dhe t'i japim vetes kurajo të shikojmë se çfarë jeta do na sjell, sepse gjithmonë kur një derë mbyllet, shumë të tjera hapen. Dhe midis këtyre mund t'jetë një derë, një mundësi e cila mund të jetë më e mira që ti ke pasur ndonjëherë. Thjesht ne duhet të kemi guximin të shkojmë dhe ta hapim këtë derë, të kemi besimin që dale tani kjo mundësi që po na jepet është një zgjidhje për ne. Po nuk patëm guxim të hedhim hapin dhe të besojmë që kjo derë, kjo mundësi që po na del përpara është diçka për ne, asnjëherë nuk do ta marrim vesh që kjo mundësi është zgjidhje për jetën tonë dhe mund të jetë më e mira që ne kemi parë ndonjëherë. Këtë desha të ndaja me ju. Uroj të keni një javë të mbar, plot shëndet dhe suksese në çdo punë që ju bëni. Ju falenderoj shumë që më dëgjoni dhe shihemi në videot e tjera. Mirupafshim.